Përshëndetje të nderuar të praneshëm dhe mirë se keni ardhur në konferencën para ndeshjes së nesërme kundër Shelbourne FC që do ta zhvillojmë këtu në Dublin, të vlefshme për javën e tretë të ligës së konferencës. Para jush është kryetrajneri Zekiria Ramadani dhe lojtari Egzam Bejtullahi, të cilët fillimisht do bëjnë hapjen e konferencës me vlerësimet e tyre dhe më pas do jenë të hapur për pyetjet e juaja. Faleminderit, përshëndetje nderuar gazetar. E dim që nesër na pret një ndeshje e vështirë, kemi përballë një ekip që ka shumë traditë në futboll dhe ka shumë trofej të fituar, por ne kemi ardhur për të bërë më të mirën që mund të bëjmë dhe për të shfaqur me një aspekt pozitiv dhe për të arritur të marrim edhe 3 pikëshin e parë në fazën e grupeve. Kemi disa probleme me shëndetin e disa futbollistëve, por këto që janë këtu, jam i bindur që janë super të motivuar dhe do japin gjithçka nga vetja për mos të vërejt mungesa e asnjë individi. Si ekip kemi analizuar që është një ekip shumë kompakt, është një ekip mjaft me disiplinë taktike, por edhe ne kemi adutët tonë, edhe ne kemi kvalitetin tonë dhe jam i bindur nëse kemi një natë të mirë si cili futbollist, jam i bindur që mund dalim me fitore. Duhet mjaft e vështirë, duhet shumë punë, shumë vrap, por ne jemi këtu për të bërë shumë punë dhe shumë vrap dhe jam i bindur me një lojë kvalitative, me një disiplinë të lartë taktike dhe me një grindje të madhe sportive, se futbollist që do jep mrena në fushë, mund të arrijmë edhe 3 pikëshin e parë. Për fat mirë, kushtet klimatike kemi pritë të jenë shumë më të vështira, po si duket ja u rregulluam edhe ne kohën këtu, kemi një kohë shumë të mirë dhe këto kushte klimatike janë në favorin edhe tonë, por edhe të vendit. Patjetër që pres për shkak që për një trajner kur vin këto ndeshje në këtë nivel, nuk është fare problem për ta motivuar ekipin, vetë gara ta motivon ekipin. Ne jemi mundu të përkushtohemi në disa detaje në aspektin defanziv dhe atë ofanziv, kurse sa i përket motivimit, unë jam i bindur që ekipi është shumë i motivuar për nivelin ku do luajë ndeshjen, por është edhe i motivuar për mungesën e shumë futbollistëve që kemi brenda grupit që, siç e tha dhe Egzoni më herët, për ta bërë që edhe ato të ndihen mirë, se unë e di që janë mërzitur shumë që nuk janë pranë ekipit dhe nuk mund të ndihmojnë ekipit. Mirë po ky grup që është i shëndosh, jam i bindur që dhe është shumë i motivuar për të treguar cilësi dhe për të arritur objektive. Normal, si është edhe te ne, është edhe në Irland, kur është kampionati, nuk është nivelin e duhur, ritmi ashtu siç është në Evropë, dhe jemi përqendruar më tepër tek ndeshjet evropiane, ku kemi marrë momente për t'i pa edhe ekipi jon, dhe për qenë shumë të fortë në pikat e forta të kundërshtarit, ne të mbrojmë mirë dhe të sulmojmë aty ku mendojmë se mund të deportojmë. Kur i ke 25 futbollistë të shëndosh, është vështirë me gjetë formacionin, mirë po në këto momente formacioni edhe të imponohet, i bërë direkt nga Prishtina duke u thuar, se me të vërtetë ne kemi mjaft mungesa, por jemi mundu për të gjetë më të mirët që mund t'i përshtaten në pozitat e tyre, mos bëjmë shumë eksperimente brenda pozitave brenda grupit, se nuk duhet bëhet shumë, nëse ke shumë mungesa, mundohu gjithmonë mbas asaj që kemi mësuar, mundohu të bësh eksperiment vetëm me një pozicione, mos bësh eksperiment në 3-4 pozicione. Kështu që jemi mundu me një pozicion të bëjmë një eksperiment, kurse tjerët futbollistët secili do jetë në pozitën e vet, falë kvalitetit që kanë dhe normal ne kemi marrë që nga fillimi më tepër futbollistë për të qenë konkurenca më e shëndosh, po kur ke 6 futbollistë mungesë, është shumë e vështirë dhe ndonjëherë ke formacionin të imponuar. Faleminderit.